A mund të thotë se ikje edhe nga përgjegjësia? No, dëgjo, dorëheqja nuk është ikje nga përgjegjësia. Jo, ofrimi i dorëheqjes në këtë rast. Ofrimi i dorëheqjes është pikërisht marrja e përgjegjësisë. Por jo e plot apo jo? Nuk di çka ka diçka më shumë se ofrim të dorëheqjes për marrje të përgjegjësisë. Si veproi zonja Bajrami? Hikmeti Bajrami është marrje e plot e përgjegjësisë apo jo? Unë kam respekt maksimal për zonën Bajrami, mendoj që është çështje e saj personale, po në dy anët kemi të bëjmë me një dorëheqje dhe me marrje të përgjegjësisë edhe në mënyrë shumë praktike edhe profesionale. Është mundësia në kuvend me u diskutu këto me delegat edhe me antarët kryesisë, edhe mendoj se kështu duhet veprohet në secilin parti politike. Dhe dua ta lexoj një pjesë të shkrimit të zonjës Bajrami, ku ka thënë ndër të tjera që ky veprim nuk është personal dhe as emocional, por respektimi standardit politik që LDK-ja vetë ka ndërtuar ndër vite. Pas rezultateve të 28 dhjetorit, lidershipi dhe organet e partisë kanë humbur legitimitetin. Prandaj duhet zgjedhje të brendshme. Zgjedhjet e brendshme në LDK janë të domosdoshme nga situata ku gjendemi, nuk na shpëton asnjë proces tjetër, pra zgjedhje të brendshme. Patjetër mendoj që rreziku që ne ka marrë kryetari është ndoshta edhe më i madh se sa që po flitet, sepse ai po qëse nuk e merr këtë besim për kuvendit, ai e hup edhe mundësinë pastaj me hi në zgjedhje të brendshme. Është goxha rrezik i madh nëse shikon prej anës tjetër. Por pajtohna prap me çastin e zonës Bajrami, është personi i dytë më i votuar, është nënkryetare e partisë, e kuptoj që është ndjeje e frustruar me këtë rezultat të partisë me të drejtë, edhe mendoj që çësia e saj ka më mirë prit prej votuesit edhe prej elektoratit, por këto do të shihen më së miri në kuvend. Unë personalisht jam antar i shumë i ri i Lidhjes Demokratike të Kosovës, por nëse e marr historikisht me analizu edhe si qytetar aktiv si kam qenë, për mu kjo është bukuria e Lidhjes Demokratike të Kosovës, pikërisht se ka demokraci të tillë, pikërisht se ka transparencë të tillë, pikërisht se ka mendime të tilla të ndryshme, të cilat pastaj luftojnë politikisht për vizionin e secilit që është aty. Nuk e shef këta në partitë të tjera në Kosovë, besa edhe në Ballkan. Po, e cilësoni zhvillim demokratik brenda LDK-s, por ka pasur një kundërpërgjigje të Lëmir Abdixhikut ndaj shkrimit të zonjës Bajrami. Eliminim politik, aspirat legjitime, por më shumë se dorëheqje s'kam çka ofroj. Kush po bën eliminim politik? Don LDK-ja zotit Abdixhiku apo çfarë? Jo, nuk e di me çfarë kontekste ka thonë fjalën eliminim politik, por e kuptoj fjalën e fundit ku thot më shumë se dorëheqje s'kam çat ofroj, sepse mendoj që dorëheqja është akti final i një personi që merr përgjegjësi. Por edhe një herë, dorëheqje të parevokueshme apo vetëm ofrimi i dorëheqjes? Mendoj që rëndësia e fjalës është shumë më e vogël në raport me dorëheqjen si koncept. Na mujna me bot debat tash gjithë natën dhe më shty po pse është e pakthyeshme ose e kthyeshme ose e papranueshme e pranueshme, por dorëheqja si koncept është dorëheqje, edhe është diçka që duhet mu vlerësu prej politikanëve, prej kryetarëve të partisë, prej liderëve në momentin që ata nuk marrin rezultatin e pritur prej institucionit, partisë, kompanisë, gjithçka që ata udhëheqin. Ka pastaj hapësirë për me debatu këtë pjesën e kthyeshmërisë së dorëheqjes, por për mu personalisht ajo spaku në botë kuptimin tem momental nuk është më rëndësishme se mundet mu definu në kuvend. Ndoshta ka gjana brenda partisë që nuk i di ende, nuk i kuptoj ende për shkak të moshës tem, edhe kyçës time të vonë, por unë personalisht si Ermal nuk kom pa ndaj thymi ose ndamje ashtu si flitet në LDK. Është kjo një lloj thyerje brenda figurave